Mundohu të jesh gjithnjë i vetëdijshëm që unë jam me ty, ndërkohë që ti ec hap pas hapi në këtë ditë. Prania ime është premtim dhe mbrojtje. Fjala ime e fundit direkt para se të ngjitesha në qiell ishte: unë jam gjithmonë me ju. Ky premtim vlente për të gjithë dishepujt e mi pa përjashtim. Premtimi i pranisë ime është një mbrojtje e fuqishme. Ndërsa ec nëpër jetë, do të përballesh me raste të panumërta pengesash. Shumë zëra kërkojnë vëmendjen tënde dhe të joshin ti ndjekësh në rrugën e tyre. Madje disa hapa larg rrugës tënde të drejtë presin raste me vetkeqardhje, dyshimi, krenarie dhe vetvendosje. Nëse heq shikimin nga unë, ndodhesh në rrezik të madh. Edhe vetë shokët që nuk duan të bëjnë keq mund të të çojnë në shkatërim nëse i lejon të zënë vendin tim në jetën tënde. Për të qëndruar në rrugën e jetës, duhet të mbash syt drejt meje. Mbrojtja jote më e madhe është kur ti jeton në praninë time me vetëdije.